Policia ka zbardhur vjedhjen e ndodhur me datë 22 mars në zyrën e Usijës në Mamurras. Si rezultat i veprimeve u bë mundur identifikimi dhe shpallja e shtetasit në 50 vjeç banues në Mamurras Kurbin. Nga veprimet hetimore, dyshuesi 5 vjeçari ka vjedhur në zyrën e Usijës në Mamurras 10 maca ujë, vjon puna për kapjen e tij njofton policia. Nga ana tjetër, specialist seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lezhë referon me talën e prokurorit dhe bën shpalljen e krimit të shtetasit GK 34 vjeç banues në lagjin Nën Tereza në Lezhë. Ky shtetas u shpallën e krim pas kallëzimit të bërë me 23 mars nga shtetasi PK 46 vjeç banues në Lezhë, i cili deklaroi se rreth orës 23:30 pasi konfliktit të qastit është goditur me shishe xhamin në fytyrë nga 84 vjeçari, duke shkaktuar dëmtime të lehta. Me datë 23 mars ka bërë kallëzim shtetasi BR 29 vjeç banues në Shkodër, i cili ka kallëzuar se rreth orës 17:10 ndërsa ishte duke drejtuar automobilin karrotres në vendin e qytetit Mamurras në Kurbin. Shtetasi EG 35 vjeç banues në Mamurras Kurbin i ka marrë automobilin karrotrec për shkak të një borxhi të pashlyer që lidhet me shitblerjen e karrotrecit. Në vendin e veprimeve, shtetasi EG procedua penalisht për veprim penale vetëdyshia, si edhe shtetasi KP që kishte bler karrotrecin për veprim penale mashtrimi. Specialistët e njësisë sigurisë rrugore të autostradës Millet Kumorin me datë 24 mars referuan me talën e prokurorit për shtetasin me G 40 vjeç banues në Gjakov, Kosovë, pasi me datë 23 mars në orën 21:40 në segmentin rrugor Millet Kumorin duke drejtuar mjetin e BMW ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe është përplasur me barrierën anësore mbrojtëse të rrugës. Sipas aksidentit ka marrë dëmtime pasagjerë në mjet shtetasia KG 40 vjeçë banuesi në Kosovë, e cila u dërgua me ambulancë në Spitalin Ronald në Kukës dhe më pas u dërgua në Spitalin Prizrenit ku është aktualisht jashtë rrezikut për jetën.